Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Egla Ceno hyn në shtëpinë e famshme, puth në buzë la erë të Vasilin. Këtë mëngjes në shtëpinë më të famshme për banorët ka nisur një sfidë. Ata nuk duhet të reagojnë ndaj të papriturave që do t'u sjellë vëllai i madh. Sa ka që Egla Ceno ka hyrë në shtëpinë e madhe si pjesë e sfidës së vendosur nga vëllai i madh. Gjatë hyrjes, Egla është përballur fillimisht me Gjestin, ndërsa më pas ka kaluar në dhomën e gjumit ku ka takuar Laertin dhe e ka puthur në buzë. Pasi bëri një shëtitje në ambientet e shtëpisë, Egla u fut në vask, një ndër ritualet e saj të preferuara gjatë qëndrimit në shtëpi, edicionin e kaluar.